Faleminderit Tanja. Luela Meftarnia është bashkuar tani në studion e Dita Jon Zonja dhe Zotërin, dhe siç bëjmë çdo fundjavë, flasim pak për eventet kulturore të fundjavës. Mirëmëngjes. Besoj që tani nisim nga panajeri I Berlinit, ndoshta. Unë në qarë kam një det tjetër. Ku do të thosh dëshirë me që sot ishte festa e mësuesit. Okej, dakor, mirë. Jo, nuk e di, vërtet më ka bërë shumë kurështare një lajm që ka bërë Luela në A2CNN, që kishte të bënte me shtatoren e Skënderbeu dhe kërkesës në ulqin për të. Po, e përmendëm. Se e përmendëm dhe pak në fillim të hapjes të programit. Për çfarë bëhet fjalë, Luela? Ndonse kur kalojm në qendër të kryeqytetit tashmë e shohim Skënderbeun tonë të mbuluar, që është një imazh me cilin janë mësuar thuajse edhe turistët vinë edhe të thriten si një thirrje si thua për Shqipërinë. Nga ana tjetër, komuna e Ulqinit dëshiron në fakt që të ketë Skënderbeu në bulevardin me të njëjtin emër. Ka qenë një mungesë e theksuar ndër vite, duke qenë se Ulqini është një komunë shqiptolse, prej gati 10 vitesh ose ndoshta pak, më pak, Ulqini tashmë ka librarin në gjuhën shqipe, pra për një kohë shumë të gjatë libri shqip nuk lejohej të futej në malin e zi, do duheshin programe pa fund apo si thuash peripeci për të kaluar kufirnin. Ndërkohë e gjithë situata ka ndryshuar tashmë në Ulqin, duke qenë se si turizmi po ashtu dhe komuna e Ulqinit ka pasur vitet e fundit në drejtimin e vet, sigurisht shqiptar, të cilët kanë ngritur zërin pikërisht për atë çka duhet të jetë Ulqini dhe çfarë duhet të ofrojë për ata që jetojnë aty dhe që janë shqipfolës. Dhe pas librarisë me librin në gjuhën shqipe, pas kinemave dhe festivaleve shumë të rëndësishme që janë bërë aty, dhe A2CNN ka qenë për gati 5 vite duke ndjekur aktivitetet ndryshme si festivalin e filmit, panajerin e librit që bëhet gjithmonë gjatë verës, në vjesht pa diskutime dhe eventet të tjera të rëndësishme që bëhen në Ulqin dhe që të gjitha flasin në gjuhën shqipe. Tashmë ishte e nevojshme që në Ulqin të mund të ishte edhe statuja ose një shtatore e Skënderbeut, e herojit ton kombëtar, duke qenë se në Shkup e kemi, nga ana tjetër nuk diskutohet në Prishtinë, po aq sa edhe në komunat arbëreshe. Kështu që ka qenë i vetmi ndoshta vend ku vërtet flitet shqip dhe që kishte nevojë për këtë kërkesë, ka qenë edhe tashmë është zyrtarisht. Ama iniciativa kujt është, Luela? E vetë komunës së Ulqinit. E vetë komunës së Ulqinit, duke qenë se ka një bulevard ose mund të themi bulevardi më I rëndësishëm I qytetit Ulqinit e mban emrin Skënderbej. Në këtë mënyrë dëshironin që këtij bulevardi të pastrurohej edhe me një shtatore të herojit tonë kombëtar. Jo, sepse thirrja tashmë është hapur dhe deri me 28 ose 29 prill, në mos gaboj, do të parashikohen që të vinë të gjitha alternativat që mund të jenë të realizueshme për këtë realizim të kësaj shtatore. Sigurisht do jetë një konkurs, ashtu siç ndodh zakonisht me konkurset artistike, ku një juri prej 5 personash me siguri emra të njohur në botën e artit vizual, do të shpallin më të mirë. Sigurisht vetëm një artist edhe është një, le të themi, një thirrje e hapur për gjithë skulptorët. Edhe një artist shqiptar mbase mund të konkurojë? Po, patjetër. Çdo artist shqiptar, një artist I huaj, mjafton që ideja të jetë e mirë edhe të përshtatet, si thua, shtatores që I duhet një bulevardi të rëndësishëm ku ti bën hyrjen apo daljen nga qyteti, nga komuna e Ulqinit. Në këtë pikë do të zgjidhen 3 më të mirët dhe pavarësisht se vetëm njëra do të mund të realizohet, sigurisht me kostot e komunës, do të jetë pa diskutime edhe një lloj vlerësimi për çmimin e 2 dhe të 3 si artist, me një vlerë monetare që tani ky Skënderbeu është ne që është I mbuluar, ke idem? Është në restaurim, besoj që do jetë në rije të zim, ndoshta do të japin shkëlqimin e dur para zgjedhjeve. Jo, në informacion që unë kam, Luela, atje po punohet, pra po vihet në kalup
statuja e Gjergj Kastriotit, sepse do të dërgohet në Paris të Francës. Pra kemi një lajm që edhe Franca po kërkon që të ketë shtatoren e Skënderbeu. Pa diskutim, janë të shumë qytete të cilët në fakt për shkak të si thuash shqiptarëve që jetojnë aty, kanë bërë kërkesat e tyre në komunat apo në qytetet e veta. Unë po them që në rrugtimin tim në fshatrat Arbëresh, sidomos në pikat kryesore ku ka qenë, si thuash, qëndrimet e para të Arbëreshve ose të shqiptarëve të Skënderbeut këtu e disa vite më herët, pa diskutim se cila prej tyre, se cila prej komunave dhe fshatrave atyre qyteteve të vogla e kanë në fakt, e kanë dhe më ka bërë shumë çudi që, domethënë ashtu sikur se të ndodh në vende të ndryshme ku tishe katedrale dhe ato janë si thuash të shënjuara pikërisht me këtë në fshatrat dhe komunat arbëreshe i gjejen nga do. Domethënë çdo 20 minuta larg nga njëra tjetra ti shije një shtatore të Skënderbeut. Është bukur kjo dëshira për të patur secili atë një pjesë të historisë pak Skënderbeun e tij. Ashtu sikur se është një mënyrë për të identifikuar për të identifikuar pa diskutim dhe përtej kësaj në komunat arbëreshe ajo që kam vënë re është edhe piktura murale, që është shumë interesante, sepse e gjithë historia rrëfehet përmes pikturave murale, ku nuk është vetëm herojon kombëtar Skënderbeu, po gjithashtu Nën Tereza, një figurë e njohur që rrëfehet në fshatrat arbëreshe. Kështu ka nisur të tregohet historia apo copëzat të asaj çka ne jemi, edhe në Shkup, edhe në disa vende të tjera, të cilat gjithnjë e më shumë kërkojnë të identifikohen, po me herojin tonë kombëtar është diçka më shumë. Tani, dalim të pyetja ime? Tani vemi të panajeri, po, sepse ka qenë ngjarje kryesore. Në parahidhjen e Berlinit. Po, dëgjoj edhe këtu, se ne e nisëm me identifikimin me herojin tonë kombëtar, po ajo që kam bëri përshtypje mua dhe unë kam thënë që samitet, kohët e fundit, paktën ato që janë zhvilluar në Shqipëri, kanë pasur gjithmonë një performancë të ansamblit të këngëve dhe valleve popullore. Më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë programi me cilën kishin zgjedhur të prezantoheshin. Pjesa më e bukur për mua pa diskutim ka qenë kostumi ngjyrë Leila, një Leila të bukur që ka vetëm zona e Çambërisë. Një nga vallet e rëndësishme ajo e Osman Takës që ishte aty, por pa diskutim nga kthimi i Tropojës, i cili tashmë është në UNESCO, e deri tek si thuash Isa Polifonia, që është në jug edhe siç thash valli i Osman Takës, pra nga veriu në jug jemi përfaqësuar me grimca të kulturës sonë, me grimca të identitetit tonë, me element që na përbashkojnë. Shumica e komenteve me sa pash unë kanë qenë të gjitha pozitive, përtej ndonjë komenti pse një veshje si e ngjashme me xhubletën do të mund të shkonte në momentin kur këndoi Isa Polifonia. Por këto janë detaje të cilat janë aq të vogla ndoshta sa janë vetëm teknika në momentin kur artistët nuk kanë kohë ose nuk kanë aq shumë hapësirë që të mund të ndryshojnë veshjet. Se duhet thënë që një veshje si xhubleta nuk e di sa shtresa ka, pra është një lloj mjeshtrie edhe për ta veshur si veshje, po njëkohësisht edhe për ta mbajtur atë, pa diskutim. Që më pëlqeu shumë që në Berlin jemi përfaqësuar me të gjitha grimcat e kulturës sonë. Me siguri edhe samiti tjetër që do të jetë në Tiranë, që është vendi mesdhetar i kulturës, por nuk ka qenë në vitet e shkuara dhe unë mendoj që është një si thua truk i Ramës për të afruar me atë çka është identitare tek neve. Pse? Sepse mua më ka rezultuar edhe Festivali Folklorik i Gjirokastrës, që ishte rikthyer pas 8 më shumë vitesh, një sukses i jashtëzakonshëm. Unë mendoj që çdo ministër kulture, në rastin e fundit ka qenë Elba Margariti, që e ka rikthyer si festival,
mund të duket një festival I cili edhe në këndvështrimin tim ka qenë I paregjykuar, sepse ka qenë një festival I cili ka lindur si ide për të festuar ditëlindjen e diktatorit Enver Hoxha në Gjirokastër, dhe gjithmonë e kisha paregjykuar. Megjithatë këtë edicion të fundit që u zhvillua, jam nisur jo me pritshmëri të mëdha. Por ajo që ka vura re ishte që çdo grimce kulturës son e pa njohur në botë, ishte në fakt një grishje shumë e madhe për turistët. Dhe ajo që kam parë në rrugët e Gjirokastrës, në rrugicat e Gjirokastrës, ku të huaj këndonin këngë shkodrane, sepse I kishin mësuar gjatë gjithë natës, mua më ka bërë shumë çudi. Jashtëzakonisht çudi. Pra ata nuk vijnë vetëm në Gjirokastrën që është tashmë në UNESCO, po përpishen të mësojnë me çdo kusht, ose zviceran të cilët I kisha parë, domethënë nuk do e besoja kur që disa zviceran ishin regjistruar në një kurs dhe kishin 3 orë që donin të mësonin si këndoi polifonia, që është prapë diçka tjetër me cilën e krenohemi në UNESCO dhe është në trashëgimin botërore. Domethënë ka disa detaje të vogla, të cilat duket sikur na përbashkojnë dhe duket sikur Rama e ka kuptuar. Këto detaje ishin në Berlin, në parlament. Ishin dhe besoj që nuk do mungojnë edhe në samitin e ardhshëm, ku do të jenë të huaj. Pra identifikojmë mirë me to dhe përfaqësohemi le ta themi. Pa diskutim. Unë besoj që edhe neve na bën mirë, sepse për një kohë të gjatë, ndoshta për një 20 vjeçar, e kemi pasur mendjen të investojmë dhe të kushtojmë vëmendje brenda institucionit të teatrit, të operas dhe baletit, vetëm operas dhe baletit. Dhe programi ka qenë shumë më I ngjeshur për këto dy, si thua, mediume të artit, por ndërkohë ansambli I këngëve dhe valleve popullore ishte lënë pak jashtë vëmendjes. Pak njerëz shkonin të blinin bileta për të parë një shfaqje në teatrin e operas dhe baletit, që në fakt është edhe I ansamblit popullor. Por ajo që ka ndodhur këto vite, qoftë me samitet, politike që kanë ardhur dhe janë zhvilluar në Shqipëri, qoftë me përfaqësimin ton, si në panajirin e Berlinit, pa diskutim janë një shenjë shumë e mirë. Çfarë sjell kjo? Sjell edhe dëshirën e atyre të rinjve dhe të rejave që duan ta çojnë përpara kulturën, dhe mua më vjen shumë mirë që këto 2 vitet e fundit. Besoj që këto vallet tona kur I shikojnë të huajt, madomendja që ja përpara një befasie shumë bukur, kështu që me të drejtë ne I shfrytëzojmë dhe duhet I shfrytëzojmë këto elemente. Dhe janë të rëndësishme, kemi vite që I shohim edhe ndoshta për dikë që ka kulturë komplet tjetër. Po dhe janë tërësisht ndryshe, nëse shkojmë do me thënë tek vallet edhe kostumet e veriut, pa diskutim shohim më shumë energji, më shumë si thuash lëvizje shumë të arreshme dhe të forta duket sikur. Jo, nuk kërceu. Nëse zbresim në jug jemi më të urtë, më të shtruar, kapemi për dorë, hedhim në valle. Kështu që kemi gjitha ngjyrat në kulturën, po kemi. Dhe ashtu sikurse u tregua ose u rrëfye Shqipëria në një farë mënyre me të gjitha ngjyrat, si me malin, ashtu me detin, me trashëgimin kulturore, me kishat gati 600 vjeçare që gjenden këtu, me karnavalet, me teatrin, edhe me jetën e natës në fundit, ashtu tregua dhe kjo pjesë tjetër e identitetit, që për një vend kaq të vogël sa jemi ne, kemi shumë çka në UNESCO, dhe ndërkohë kemi edhe shumë dosje të tjera që pritet të shkojnë në UNESCO. Që më pëlqeu shumë. Pra ka qenë një përfaqësim I mirë. Për mua, po, mu duk si një koncert gati 1 orë, të cilin e kam shijuar jashtëzakonisht shumë nga ekrani këtë radhë, jo do doja të isha aty, po. Mirë. Atëherë, kemi edhe pak minuta, kështu që shfrytëzojmë pak, sepse kemi edhe një përvjetor të rëndësishëm për një shkrimtar, një pen, besoj që këtu jemi dakord me gjithë Xheveris Spahiu. I jashtëzakonshëm, kemi 80 vjetorin e tij, çfarë pritet të ndodhë? Nuk pritet të ndodhë shumë çka, ka qenë vetëm Akademia e Shkencave e cila e ka përkujtuar atë, ka nxjerrë në hollin e vet të gjitha veprat që nga ato më të vjetrat, si thuash, ato vjershat të cilat ne I kemi shijuar në fëmirin ton, po ndoshta shumë fëmijë ende sot, nuk e di nëse është në kurrikulat e shkollës ende apo jo, por ato vjershat që ne I kemi shijuar dikur ose që kanë kaluar brez pas brezi, janë ekspozuar në hollin e Akademisë së Shkencave.
shkencave. Por jo vetëm ato, sigurisht edhe botimet më të fundit, pasi Xhevahir Spaiu është një nga ata shkrimtar i cili është botuar nga Akademia e Shkencave edhe në vitet më vonë. Me sa di unë, botimi i fundit është diku rreth 2005-s, kështu që ka pasur një lloj përfaqësimi në hollin e Akademisë së Shkencave për të përkujtuar përmes veprës sigurisht një nga shkrimtarët më të mirë të Shqipërisë, më në zënë të Shqipërisë, e pa diskutim për të vlerësuar kontributin e tij. Në pranin e tij, në pranin e artistëve është vlerësuar dhe kontributi i tij si libertist në teatrin e operës dhe baletit, se nuk është vetëm një autor i vjershave apo i vargjeve në poezi, pa diskutim që ka kontribut edhe në teatrin e operës dhe baletit, duke mbledhur kështu rreth Akademisë së Shkencave, jo vetëm personazhe që flasin si në një konferencë shkencore për një shkrimtar apo për gjuhën dhe stilin që ka përdorur në krimtarinë e vet, po njëkohësisht duke luajtur edhe muzikë, si ajo që ka lënë në fondin e teatrit të operës dhe baletit, dhe që me siguri ndoshta do të jetë një vepër e cila mund të rikthehet edhe në këtë institucion. Një nga veprat që rikthehet, se duhet ta them edhe këtë, është Karnevalet e Korçës nga Avni Mula me regji të Imva Mulës në teatrin e operës dhe baletit, meqense ishim te ky fondi dhe meqense Xhevahir Spaiu do të rikthehet në skenën e teatrit, duhet të jetë në datat 24, 25 dhe 26 mars. Për detajet të tjera, ne do flasim në kontaktonin sepse Lula, edhe unë do duhet të informohem pak më shumë, pra të shohim provat edhe të ju sjell detajet të tjera. Unë e them këtë gjithmonë paraprakisht për të njoftuar në një farë mënyrë publikun, se ka raste kur edhe për 3 ditë shfaqje mund të mbarojmë biletat shumë herë, dhe prandaj e them para se të nisin edhe provat. Po lexoni të lajmin për fondin e ri që më është akorduar për kthimin e letërsisë shqipe. Çfarë do të thotë? Do të thotë që jepet një mundësi shkrimtarit shqiptar të udhëtojnë në gjuhë të tjera, që do të thotë letërsia shqipe mund të përkthehet, ka një fond në Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit, që letërsia shqipe të mund të përkthehet në gjuhë të huaja, ashtu sikurse ka një fond që ndihmon letërsinë e huaj të vinë në gjuhën shqipe. E rëndësishme këto vitet e fundit ka qenë që letërsia shqipe ose shkrimtari shqiptar të mund të mbështetet që të shkojnë në gjuhë të tjera. Kryesisht ka qenë gjithmonë në këtë konkurs si thuash gjuhët e mëdha ose gjuhët e afërta me ne, fshinjët, në gjuhën greke, në gjuhën italiane, po në anglisht dhe në frëngjisht janë ato që duket sikur konkurrojnë më shumë. Në dijenin time duhet të jenë 12 ose 13 aplikant deri më tani në Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit. Për detajet të tjera kam ftuar Alda Bardylin që në ditarin e pasdites sot të mund të jap më shumë si thua informacione në lidhje me procesin e konkursit dhe se si po zhvillohet deri më tani, cilat janë kriteret, cila është juria që do ta përziejë dhe të tjera detaje të këtij konkursi. Po është një fond që hapet për çdo vit dhe ndihmon zakonisht botuesin i cili aplikon për të çuar një libër në gjuhë të tjera të botës. Pa diskutim që kjo i bën mirë, a është fondi mjaftueshëm, a janë lekë të mjaftueshme? Jo. Nuk janë gjithmonë, por gjithsesi është një ndihmë e cila vjen nga shteti, mund të themi, për botuesin dhe shkrimtarët. Për përkthimin e letërsisë shqipe, cilat janë emrat e shkrimtarëve që përkthehen më shumë? Po që përkthehen më shumë nga gjuha, më thënë, shqiptar. Ismail Kadare mbetet pa diskutim, vazhdon të përkthehet, pa diskutim çdo përstudiuesit në letërsinë e huaj janë pa diskutim shumë të rëndësishme edhe si thuash studimet që vinë midis ose studimet ose krahasimet që bëhen midis një përkthimi dhe një përkthimi tjetër. Ashtu sikurse do ndodh gjithmonë që zonja Bovaria apo klasik të mëdhenj të vinë dhe të ribotohen, apo të vinë me gjuhë të përshtatshme edhe në gjuhën shqipe. Pra ka disa autorë të cilët vijnë të përkthehen
Pako, do me të nuk kanë nevoj të jenë on top, të fitojnë çmime apo diçka tjetër. Ato që përkthehen më pas, janë, ka qenë Enkel Demi, një nga shkrimtarët, Tom Kuka, një nga shkrimtarët e përkthyer më së shumti, pa diskutim autorë të cilët kanë fituar çmime edhe në arenat ndërkombëtare, që do të thotë ka fituar çmimin e letërsisë europiane, kështu që fondet të tilla ose Creative Europe janë programe të tilla që pasi ti vlerësohesh me një çmim, mundëson ose e ndihmon autorin, e ndihmon përkthyesin që ai të shkojë në disa gjuhë të botës. Ben Plushi ka qenë i përkthyer, Tom Kuka, siç e thash, ka qenë i përkthyer, Arjan Leka është një nga autorët që është përkthyer, po prap vitet e fundit, Yllieta Liçka ka qenë i përkthyer sidomos në italisht. Do të thënë ai mund të ketë lidhje shumë prodhimtare pase në këtë aspekt. Edhe për shkak të gjuhës që vjen pak si skenar të filmave, është një gjuhë pak më e thjeshtë, është një gjuhë që kërkohet në një farë mënyrë. Ata që na ndjekin tani dhe duan të mësojnë prej ty siç bëjnë çdo fundjavë, ku të shkojnë në fundjavë, në teatr apo në opera apo në kinema, çfarë shfaqjesh ke? Po, do të jetë në fakt Marin Gjollma ka një koncert shumë të bukur shopping në skenën e madhe, skenën e re të Akademisë së Arteve. Një skenë e madhe më duket mua, tani se është restauruar dhe është një nga alternativat ku mund të shkojmë këtë fundjavë, do të jetë një dedikim për profesorin e tij, po do të jetë një takim shumë romantik në piano për ata që duan të kalojnë një mbrëmje të këndshme në krijimet e shopping. Nga ana tjetër, në Teatrin e Operës dhe Baletit, po ashtu do të ketë muzikdhome, do të jetë një fundjavë gati romantike në Galerinë e Tiranës së Shmarubi. Ne diskutuam pak më herët, edhe një ngjarje e rëndësishme që ka lidhje me Marubin, në fakt ka qenë edhe Qendra e Artit në Akademinë e Shkencave, e cila ka nënshkruar një marrëveshje me Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi, në mënyrë që fondet e tyre të jenë të përbashkëta, pra të përfitojnë bashkë me atë shën, në fakt, që i gjithë pasuria që ka lënë dinastia Marubi të mund të përdoret si nga Akademia e Shkencave, pra Qendra e Artit, Instituti i Arteve, dhe Stefan Çapaliku bashkë me Muzeun Marubi kanë rënë dakord që pikërisht ky fond të mund të zhvillohet. Mund të them që është një nga ekspozitat e mira që mund të vizitojnë këtë fundjavë, ndërsa në Teatrin Kombëtar rikthehet Fausti, një vepër klasike, gati e pavdekshme për ata që nuk kanë mundur ta shijojnë më herët. Pa diskutim vjen e konceptuar një lloj si një muaj ndoshta apo 2 muaj më parë, po për shkak të shumë e suksesshme dhe për këtë arsye rikthehet. Duhet thënë që të dy institucionet si Teatri Operës dhe Baletit edhe Teatri Kombëtar kanë drejtues të komanduar dhe në një farë mënyre tashmë është koha që të rikthejnë ato shfaqje, prandaj kemi bërë që edhe ato që kanë qenë në repertor, kanë qenë shumë të kërkuara dhe që normalisht do kenë sukses deri në momentin që firmoset programi i ri në këtë proces, sepse janë drejtues të komanduar. Pra janë drejtor të komanduar deri në procesin kur zgjidhen drejtuesit e rinj. Kjo është një alternativë mirë për të kënaqur publikun që do të dojë të shkojë. Për mua Fausti është një nga veprat që duhet të parë, një nga zgjedhjet e mira. Shumë faleminderit Loela. Faleminderit. Tani mund të lëm të tjerë. Faleminderit për informacionin. Do të shkëputemi vetëm për pak, zonja dhe zotrinj, do të futemi në atmosferën e 7 marsit sot, dita e mësuesit, me Angela cili vazhdon në timin terren për të parë pak se si po kalohet një ditë e tillë. Dhe pak më vonë do të shohim edhe një problematikë të madhe sa i përket pagave të tyre.